A është i ndome me mbiemra këtu me fise ndryshme fshati edhe cilat janë ato? Po, jene do më të fise i ka si fshat, se ta shumë mushë bo fshat mas luft në kanë ardhë për fshat në tjera, jenë do më të fise, si fshat si gash jene mas shumë, se në me fisin gash, si fshat i gash jene si mas shumë. Për pas te, do më thonë e përmendet që ka dhe tjerë që miren, a miren veç me dele, apo kanë edhe lloj tjera të kafshëve? Me dele miren, me dele i kanë delet. Pse veç me dele, apo që janë kushtet më të mira për me mu mirë me to? A dy që na kemi fush, është i fush që të ku jena për momentin, jene 150 hektare në shtetit. Edhe në që kjo fush në ka shti me maj dele, për mu marë me to, kena pas ma të letë, ljubë kanë majtë ma herë, ta shumë pak po majnë, edhe ljubë, se na si zet ljubë në fshat, se tash kë fshati ju në shlidh me qytet. Edhe në ka punujnë krejt tash. Në fshat pak ma demokrat, edhe gra tash në punë i kanë shti. Edhe po punujnë tash, thuja ti krejt familja punën, jeni nga qytetit me kafsh ma pak po mirën, me blegtori. A është ma profitabile mu mirë me dele se sa me lop? Po tash me mvet mund. Po normal, tash me mvet mund me dele. Sa s'me asi sa më të gjovesh me dele. Sa pe kitë shtirë mu mirë me dele, sidomos në këto kohë të nxehta tash temperaturat qenë shumë të nalta? Vështira kam 0%. Unë vështira kam mos mi pas këtu. Ku ti kam këtu nuk e di sa grado jashtë heq. Shpesh më vesin, ku ti në rrjete sociale, më thujnë sa grado që është po më rrën për mu s'është, si se kam problem. Në rrjete sociale e di që ke jetu jashtë. Po. Kur je kthy edhe për çka je kthy? A je kthy vetëm më mirë me dele apo edhe për ndonjë arsye tjetër tani je mirë me dele masi që je kthy? Delet i kena pas dem baba dem. Historikisht delet i kena pas. Edhe e kena pas që të ratën se ka kërkush. E kem pas tradite kena këtë punë. Jem kthy 5 vite, që 2 vite tash i bëj. Po delet i kena pas gjithmonë. Kom tentu me najt pa tu, kisha e kom lypje pak ma të mirë në Evropë, po i zhon gabim. Si shkone ajo punë heq.